Njerëz me uniformat e UÇK-s dolën të mërkurën e mesditë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës për të protestuar. Karshi tyre për të siguruar objektin dolën policët. E veteranët nuk kishin punë me organet e rendit, por me zyrtarët e ekzekutivit. Qëre policien ko i ka shtru. Mos e shtra policien, mos e prego. Se jam krenar që ka policien e Kosovës. Por nuk jam krenar me kriminal, me pushtetar, me hajna. Këta ish pjesëtar të UÇK-s po kërkojnë publikimin e listave të veteranëve të luftës, bile për këtë po dhënë edhe një afat. Kërkojmë që brenda 1 muaji, veteranët e luftës t'i gëzojnë beneficionet me ligj. Në të kundërtën, as këta politikanë nuk do t'i gëzojnë, por as nuk do t'kenë vend as në Kosovë. Dikujt ky afat ju duk i gjatë. Të ta vinë mirë ju një muj, po shtat të kanë me zbatu ligjin, edhe ata që e në hiqës në konë lista, që ti morin ata komandonat e vetë të qojtë e shpijet e tjetë e rrogat, se boksat e shtetove nuk ko shumë në vot. Të dëshpruar po shfaqen edhe me bashkëluftëtarët e tyre, që tani janë deputet. Ushtarët e UÇK-s që tani janë deputet, dhe janë deputet me ndihmën tonë që ne kemi votu, na kanë rrejt, na kanë mashtru, e kanë zhagit proceset. Protesta e së mërkurës përfundoi e qetë, por njëjtë si kjo, u tha se nuk do të jetë protesta e ardhshme, e cila do të thirret në rast se brenda javës nuk publikohen listat e veteranëve të UÇK-s.